Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot, miq të sofrës, kam sjell një mënyrë tradicionale për iftar, ku kam përgatitur filete viçi në tavë apo tavë katuni me një salcë unike. Kam përgatitur pogače tradicionale me hirrën e gjizës dhe speca në tavë, speca me mas. Besoj se kanë ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Menюja e këtij iftarit është tradicional. Na duhen fileto viçi, pra këtu kam 12 copë për 6 persona. Për secilin person nga 2 copë do jetë mjaftueshëm. Morim melmeza dhe ju hedhin sipër kështu filetove të viçit. Këtu kam vege, shtoj në sipërfaqen e të gjithave. Shtoj dhe krep. Pra, unë jam duke shtuar melmeza, jo shumë, vetëm melmeza si që kanë bërë gjyshët në natona, melmeza tradicionale, biber të kuq, ju hedhi sipër. Nuk do i shtoj magdanos, oregano, do i shtoj biber të zi tek secila. Kjo është një tavë e vjetër, tradicionale, cila është shumë e thjeshtë për përgatitje dhe bëhet shumë e sheshëm. Jashtu do i shtoj dhe hudhër të bluar, por nëse doni tek tava mund të shtoni copsa hudhre. Tash marrim kështu 2 nga 2 dhe rendisim njërën mbi tjetrën që të bëhet marinimi. Dhe i lojmë që të pushoj dikon për 3-4 orë që të marinohen mirë filetot e viçit. Derisa të bëhet marinimi i mishit, ne bëjmë pjekjen e specave, sepse jam duke përgatitur një tavë me speca me kajmak, sepse shkon shumë me këtë iftar tradicional. Pjekim specat nga të dy anët. Specat janë pjekur nga të dy anët, nuk i pjekim dhe shumë, pak. Kalojmë kështu me një enë. Dhe enën e mbulojmë me foli najloni dhe i lojmë kështu që specat të ftohen që më lehtë ju largohet lëvorja. Pasi filetot e viçit janë marinu, marrin një tigan të llojit që nuk nxehet me fund të trashë dhe në të shtojmë 100 gram me gjallë margarin, varet se si doni që përshtat në recetës, mirë po pasi është një tavë e vjetër tradicionale, një tavë fshati, nevojitet gjallë më mirë do del ose puter dhe shkrim gjallëpin plotësisht në temperaturë mesatare. Gjallëpi është shkrier plotësisht, tash i kalojna filetot e viçit dhe i skuqim nga të dy anët, kështu, nga pak, derisa t'ju largohet ngjyra e kuqe. Kalojmë në tigan, këtë mënyrë me gjitha veprojmë. Në fillim i skuqim nga njëra anë, më pas i kthejmë nga ana tjetër. Filetot e viçit janë skuqur nga njëra anë, tash i kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër, kështu, i përgojmë derisa t'ju largohet ngjyra e kuqe. Shumë i rëndësishëm është tigani tjetër i atij lloji që nuk nxehet, patjetër duhet të jetë në fund të trashë. Filetot e viçit janë skuqur nga të dy anët, tash i kalojmë direkt në tavë. Unë jam duke përdorur një tavë dheu, kështu që t'ja jep atë shijen dhe pamjen tradicionale, mirë po ju mund të përdorni edhe një tepsi të thjeshtë, pa fije problemi. Largojmë
mi shikon një aromë shumë të mirë. Në këtë mënyrë bëjnë përgjidhjen e gjithë mishit, kështu nga të dy anët. Kaloj filetet. Kam fërguar gjithë filetët e mishit, kështu një nga një, dhe I kam kalu tek tava. Tash tek voji shtoj një qep të bërë në rende, në copëzat vogla, kështu. Shtoj një spec të kuq të bërë në blender, ose të coptuar emët, varet. Shtojna dhe një spec jeshil të coptuar emët, dhe këtë mas e fërgojna kështu, dikon për 7 deri 8 minuta duke e përzier vazhdimisht. Kam fërguar masën mjaftufshëm, tash ja shtojna 2 lugjellet mbushura plot me miell. E përzi masën dhe kështu e fërgoj rreth 2 minuta duke e përzier vazhdimisht. Mielli ndihmon në trashjen e langut. Mjaftufshëm, tash përgjini I miellit, tash shtojna 3 domate të bëra në blender, të cilave ju kam largu lëvorët. Sa më imët që të bëhet bluarja, aq më mirë do jetë. E përzim kështu masën mirë. Dhe I shtoj një lugjelë me biber të kuq dhe veget. Veget apo krep mund t'i shtoni sipas dëshirës. Përzim. Dhe masës ja shtojna në fund ujë. Dhe ja shtoj kështu 1 litër me ujë. E përzi mirë masën dhe në temperaturë mesatare e lëm kështu masën mbi zjarr derisa ajo fillon që të vlojë. Mirë po duhet që ta përzim që mos qese masa kështu truqa, duhet që të fitojmë një masë të njëtrajtshme. Masa ka fillu që të vloj, tash është gati që ta largojna nga zjarri dhe ta kalojna tek tava e dheu. Tash tek tava e kaloj masën e përgatitur apo salcën e përgatitur. Më duhet ta kaloj gjithë masën. Më duhet që në pjesën e poshtme të mishit të kaloj salca. Sipër ja vendosim 1 letër përpjekje, cilën e kam lagur me ujë. Qoshet ja kaloj sipër, që mos ta bëj shporetin apo furrën e shporetit pis. Në këtë mënyrë nga gjitha anët. Dhe tash tavën do e fus në furrë të nxehtë 250 gradë për 50 minuta rreth 1 ore, pasi është mish viçi. Po të jetë mish lope, duhet që të keni kujdes që ta lini më gjatë në furrë. Unë do e vendosi tavën tek fundi furrës, sepse është e dhejt dhe më vështirë nxehet, mirëpo tek fundi furrës vendosni hekurin, se për ndryshe do coptohet tava nga nxehtësia e madhe.
Në fund e përgatisim pogaçën që t'jetë më nxehtë para kohës së iftarit. Këtu kam 700 gram me miell, ju mund të përgatitni me përmasa më të mëdha nëse doni. Tek mielli shtojna një lugë gjelle me krip, 2 lugë gjelle me shmand apo oj kosi të ëmbël. Shtojna një vezë, një lugë të mesme me soda bikarbona dhe një pluhur për pjekje. Dhe për formimin e brumit, unë do përdor hirrën e gjisës. Shtojmë kështu një pjesë dhe fillojmë që brumin ta punojmë me dorë, duke që t'na del një brum i butë i kësaj pogaçe. Për ndryshe nuk do del pogaçja e mirë nëse e përdorim një brum apo e bëjmë një brum të fortë, duhet që të jetë një brum i butë, shumë i butë. Kam punuar brumin, tash brumin e kaloj në tepsin. Tepsin kam shtru letër për pjekje dhe tek letra kam hedhur miell. Më duhet që ta kaloj gjithë brumin, pra duhet jetë brumi patjetër kështu shumë i butë. Tash kam bërë duart me vaj dhe pogaçës ndohen që t'ja jap formën rrethore, kështu. I bëni duart me vaj, e keni më lehtë të punoni. Mund ta lini pogaçën më të hollë, më të trashë, mbarët, më të hollë më lehtë bëhet pjekja. Vetëm se mundohem që t'ja jap formën tradicionale, formën rrethore. Ashtu si që kanë përgatitur gjyshët tona. Besoj se është mirë. Pasi ja kam dhënë formën rrethore, tash bëj dekorin e pjesës së sipërme të pogaçës. Kështu, unë me këtë prerësa në brumit do ja jap. Mund t'i jepni me një piron, me një lugë, dhe jap tamam formën si ty një here, që kanë dhënë gjyshët tona. Dhe pogaçja është gati për pjekje, nuk ka nevojë që ta lini sipër. Në temperaturë 200 gradë do e pjekim për 20-25 minuta në furrë të parangrohur. Tash përgatisim specat me kajmak. Specave ju kam largu lëvorën, marr një tavë dheu. Tamam jam duke i përgatitur në mënyrën tradicionale dhe specat me kajmak, kështu duhet në tavë dheu dhe shtojna mazë apo kajmak. Nëse keni mazë shtëpie do jetë më mirë. Këtu kam 150 gram me kajmak, mazë e marketit. Ka në çdo market ushqimor. Ja shtojna dhe një lugë gjellës me ojk. Mirë po ojka patjetër si që kam cekë dhe më parë duhet jetë ojk e ëmbël. Jo ojk e me krip apo e njelbur. Dhe ja shtojna dykun 250-300 ml me hoplla të kripur. Ja shtojna një lugë gjelle me veget dhe masën e përzih mirë kështu. Mund t'i shtoni krep, receta origjinale është me krep, mi po mua më pëlqen që ta bëj me veget. I bët një shije shumë e mirë, vetëm se mundohem që masën ta përzih mirë. Kam përzih mirë. Tash i vendosi specat, kështu. Sipër. Dhe tavën e fusim në furrë të nxehtë 250 gradë, tek pjesa e poshtme kam vendosur hekurin dhe në atë pjesë do e vendosit në temperaturë 250 gradë rreth 20 minuta.
Pogaçën e kam largu nga furra, është nxehtë, mbuloj me një pecek kuzhine dhe e loj që të ftohet derisa ta bëjmë largimin e tavës me mish dhe specave me kajmak. Kam largu tavën, kam lënë për 50 minuta, si që ceka, qofse ju e përgatitni me mish lope, atëherë mundë një piruni e kontrolloni se mishi është i pjekur, qofse jo e lini dhe më gjatë. Tash na ka ngelur në furrë vetëm se specat me kajmak. Kam largu tavën me speca me kajmak. Iftari i ditës së sotshme është gati. Ja dhe si duket tava e katunit me filetët e viçit. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, besoj se dhe shija ka për në qenë e mirë. Ta marrim pogaçën dhe ta ndajmë dhe ta shihni se si duket mbrëmësia. Vërtet ka dalë shumë e mirë, është e butë pjesa e mbrëmshme, kurse nga pjesa e jashtme është krokante. Tava me speca me mazë është gati. Kjo është mënyra e ditës së sotshme. Besoj se ju ka pëlqyer motra dashura. Gjithë ju që e përgatisni, ju bëft mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.